Ardësh. Do të ndërzohet djalët e tij pikërisht i vllai Ardorit, ish kampion i Rëvëmendit Arben Lloja. Faleminderit dhe nderim për Artur Llojen për kontributin e dhënë për atletikën shkodrane dhe shqiptare në vite. Berti, Bert. Ndërkohë do të kemi një tjetër minori, për një tjetër isha tretë të vllaznisë që do të lëvë do të jeni Petri Aquila. Isha tretë i vllaznisë në gradë rapidi 50 km dhe maraton. Sot nga familjarët e tij për marrë milionin e shkretës atletikës vllaznia, një milionë që do të ndërzohet nga ish kampionja dhe rekordinja e zonja Arbana Xhami Bekteshi. Rasim Krajës, Maria Randet, Asim Mojaqit, Kristife Bezicit, Zef Pranjës, Osman Brutës, Rok Hilës, Enver Tëvishit, Sebi Kiret, Valdona Haptirit, Lesh Boksanit, Dashamir Sherjes, Kujtim Rjollit dhe Sokot Hotit. 20 emra të njohur të atletikës shkodrane të cilat ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë sport në Shkodër dhe në Shqipëri dhe sigurisht meritojnë një vëmendje dhe respekt maksimal nga të tyre, sepse kanë lënë pas një trashëgimi e cila po vazhdon dhe sot me ekipin e meshkujt vllaznisë, kampion absolut i vendit, 30 herë kampion i Shqipërisë. Më shumë se askush tjetër, një sukses i jashtëzakonshëm i të gjithë sportistëve të këtij ekipi, por dhe i trajnerëve Albert Marashi. Bravo, Sivit. Competition.
Ish atletët Artor Mloja, Rudi Piranici, Pjetër Mandi, Ymer Surjaja, Petri Haxhia dhe Met Rama. Aktualisht, po bëhet gati për zhvillimin e garës së kërcimit së gjatë për femra dhe meshkuj. Elena Sassani, në vendin e tretë, ekipi Focus. Në vendin e dytë, Sportisia Lara Urbana e ekipit Montenegro. Dhe në vendin e parë, fillores e kupës Nikolae Aligala Dobja e ekipit Skopje Montenegro. Të janë 3 sportistët në të finalës së garës së 100 metrave për femra, të zhvilluar sot në pistën e stadionit dhe do përfshin në kuadrin e aktivitetit Kupa e Informale. Alınıyor president. Congratulations. Të mirë të garës së 300 metrave për tjerë. 3 të mirë të garës, Luar Balla dhe Marko Maniković. Diploma dhe medaljet do t'ja trajnoj ekipit e Basanit Zhaneta Ruçaj. Në vendin e tretë, sportisti Marko Maniković, ekipit sportiv Kurqini. Në vendin e dytë, sportisti Turku Razmjan Barballa dhe në vendin e parë, sportisti ekipit e Basanit Joher Paja. Seconda stabilizzazione. Arse të një ekip të Basanit, Zhaneta Ruçaj që do të japë dhe diplomat për 13.000 së gare dhe një vësit edhe për medalit për më të mirë dhe 300 metrave për tjerë. Ne? Ne sa në orë? 14-17. Si me dhe janë? Kjo është ceremonia e garës e ndërtimit të garës së 100 metra për gruposhur 16. Ju lutem njëri A do me duaj me të boj zhvillohet gara. Hajde. Po bëhet gati gara kërcimit 3 hapësh. Do t'jetë e fundit për kupën e ikona që po organizohet sot nga Shoqata Atletike Vllaznia, bashkëpunimi Bashkia Shkodër dhe Federata Shqiptare e Atletikës. Stadium të shina. E pres të vëtë bine, ota të marrë merë vinin i kuksimi këti. Pa e ma që e desha me i këma. Do zhvillohet ceremonia e garës e shpalljes më të mire të garës 800 metra për meshkuj. Ftojmë pranë podiumit sportistët Boban
Najaj dhe Sidrit Kopliko. Ftojmë sportistët Boban Najaj dhe Sidrit Kopliko pranë podiumit sepse do zhvillohet ceremonia e dorëzimit të diplomave dhe medaljes. Në vendin e dytë, sportisti i klubit sportiv Ulqin Boban Najaj. Dhe ekiposi kanë i parë, sportisti e ekipit Brazila Sidrit Kopliko. Ekipit sportiv Vllaznia. Deri në Vllaznis në një garë 400 metra të përleshur. Arbin Mola do të dorëzoj diplomen dhe medaljen e sportistit e klubit Vllaznia, Dejan Valla. Arriba, mother. Inshallah, show him one else a family. Pranë podiumit më të mirë të garës 300 metra për femra. Do ftojnë sportistët Mersi Pali dhe Roa Bashti. I ftojnë pranë podiumit do t'jetë Antonio Shaban. Mersi Pali. Dhe vendin e parë sportistja Roa Bashti. Bravo Lindo. Bisedë e lirë për më. Dhe sportistët e klubit Vllaznia. Në këtë presidenti i federatës do të ishte një Spanja që do të dorëzojë medaljet e diplomat. Organizza i Ando Çardaku, Ende Rakaj, ka ardhur pranë podiumit. Ando Çardaku në vendin e dytë, në vendin e parë Ende Rakaj. Dhe presidenti i Spanjës që do të dorëzojë diplomat për trajnimin e garës 100 metra të përleshur. Për femra, në vendin e dytë, sportistja e klubit Vllaznia Amela Trumçi. Dhe në vendin e parë, sportistja e klubit Vllaznis Elo Sketa. Do t'i japë diplomat e medaljet, i njohur i sportit, pjesë e familjes Tufi, Keita Tufi, në pozitë të nëna e kampionit serbiane Elo Sketa.
do të zhvillohet 200 metra për meshkuj. Fituesi i kësaj gare është sportisti Bart Telaku, ekipi Prezreni. Sportisti Bart Telaku, ekipi Prezreni. Ikona të atletikës shkodrane dhe shqiptare. Bart Telaku, ekipi Prezreni, fituesi i garës së 200 metrave. Bajram Duja, mik i shkodrane të mirë, Kizireno dhe Telatuki, ka një sportisti të ordon Mirko dhe Delgale. Po. Për të shuj, sot sportistët Mario Cepi, Levendin e Tajt, sportisti i klubit Razmija në gjithë në podium, Mario Cepi. Ahmet e ka bërë. Kako prit. Kime ollë të zanë. Ajo e shpirë dhe jam foto për përcim. Mario Cepi në vendin e tretë në gjarën e kërcimit. Trahush, në vendin e dytë, sportisti i klubit Razmijës Eti Osakari. Dhe fituesi i garës së Trahashit në kupën Nikona e Koni Doqini Razmijës. Do jap diplomat dhe medalet kampionëve e rekordit i vendit Franco Burre. Ria ty mëre. Franco, rritu.